aviacioneve jetë 10C dhe 17. Por edhe korali turk. Mos habitet, turqët në elektronikë janë bukur të fortë. Kanë arritur që të krijojnë, mund të them, atë sistemin për të çorruar aeroplanet e teknologjisë së fundit. Do vjen gjenerata e 6, gjeneratën e 5 deri këtu kanë rritur. Ka shënime shumë të sakta dhe të freskëta që turqët me koralin e tyre mund të sjellin probleme. Turqia, pozicionimin e saj, mund të them, e dënon fuqishëm sulmin e Izraelit, mirë po nuk është ajo që do jenë luftë për Iranin, edhe pse ka interesa, ka qenë përfituesi më i madh në këtë kohë të sanksioneve ndaj Iranit, që ka bërë, do thotë, me rezultate të ndryshme, qoftë sidomos të botës perëndimore, dhe ka arritur që me depërtimin e naftës të arrijë të krijojë resurse dhe të ketë një shkëmbim dhe përfitime, edhe me çmim të lirë, por edhe pastaj për tranzit. Kapacitetet turke, meqense ka qenë, më të them, një deklarate Devlet Bahçeli, liderit të MHP-s, plakut të politikës turke, i cili është në bashkëqeverisje me akpartajin e Turqisë ose me Erdoganin, partinë e tij, që thotë kush do jenë në rend. Dhe supozon që Turqia do të jetë pika e arshme e konfliktit mes Izraelit dhe Turqisë. Do thotë ose edhe Pakistani në këtë rast, por mendoj që Turqia nuk intervenon ushtarakisht, vetëm po që se preken interesat e saj të drejtë për drejtë. Ka qenë një paralajmërim që ka Izraeli, avionet e tyre kanë shkelur hapësirën, ajo është demantuar nga të dy palët. Izraeli nuk prek Turqinë, është edhe klasë tjetër, edhe më fërku me Turqinë nuk është edhe bashkëlet, thënë drejtën. Por për momentin Turqia runi një strategji të zhvillimit të industrisë së saj të mbrojtjes që është, mund të them, në hapa jashtëzakonisht të shpejtë, dhe asaj që pret momentet. Momentalisht, pastaj pjesa tjetër që përbëjnë vendet e Golfit dhe Arabia Saudite janë partneri numër 1 dhe dëstumat të Trumpit, nuk e dia dëstumat të Netanyahut, por ose Egjipti, nuk është të pritet nga ata që do jenë ata që do i ndalin në ndihmë. Deklaratat e tyre publike janë, dënojnë agresorin, dënojnë këtë, dënojnë atë, por mund të them në një farë mënyrë Arabia Saudite ka dëshirë dobësimin e Iranit, sepse është premat për forcë dhe sipas tyre ata nuk e shohin me sy të mirë ngritjen e Iranit, forcimin e Iranit. Mirë po, është një luftë, mund të them, që bëhet edhe në aspektin e përbrendshëm ideologjik në botkuptimin islam, por edhe në primatin e forcës dhe kontrollimin e resurseve. Sepse po që se kemi, mund të them, një ndryshim në aspektin e përgjithshëm, ose të marrjes kaje të luftës që mund të përfshijë edhe shtetet e tjera të regionit, atëherë edhe për këto vende ose tri fuqit që përmenda, Turqinë, Arabinë Saudite dhe Iranin, nuk do të ishte ndoshta shumë e përshtatshme. Sipas jush, cili është çelësi i përfundimit të këtij konflikti? Mendoni se ka ndonjë gjë që mund ta përfundojë komplet konfliktin pa u përshkallëzuar? Mendoj që është e para programi iranian në bisedi